Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Plasëqiri mes Loredanës dhe Xhenetës. Çfarë ndodhi mes dy mikeshave? Një situatë e re mes dy figurave të njohura të rrjeteve sociale, Xheneta Fetau dhe Loredana Brati, ka ngjallur vëmendje dhe diskutim ditët e fundit. Sipas vëzhgimeve të bëra në rrjetet sociale, dyshja nuk ndiqet më në Instagram, një detaj që në botën e rrjeteve sociale shpesh interpretohet si shenjë e një ftoje në raportet personale. Ky zhvillim ka habitur ndjekësit duke pasur parasysh se vetëm pak kohë më parë marrëdhënia e tyre duke i qëndrueshme dhe miqësore. Madje Loredana ishte e pranishme në ditëlindjen e Xhenetës duke treguar mbështetje publike. Megjithatë, ky ndryshim i papritur në rrjetet sociale ka hapur pikpyetje mbi atë që mund të ketë ndodhur mes tyre pas kamerave dhe në jetën reale, pa pasur deri tani një reagim të drejtpërdrejtë nga asnjëra palë. Paralelisht, Loredana Brati është përmendur edhe në një tjetër situatë që ka qarkulluar në rrjet. Ajo u komentua për një qëndrim të saj në të njëjtën vil me Gjestin, gjë që solli spekulime të ndryshme online. Për t'i dhënë fund zërave, Loredana sqaroi publikisht në një lidhje telefonike se raporti i saj me Gjestin është thjesht shoqëror, i krijuar gjatë eksperiencës në Big. Ajo theksoi gjithashtu se qëndrimi në vil ka ndodhur një ditë pasi ai ishte larguar, duke mohuar çdo aludim për një takim mes tyre. Me këto deklarata, ajo u përpoq të mbyll diskutimet që kanë qarkulluar së fundmi në rrjet.